8 kryeministrat e periudhës post-komuniste janë paditur në prokurorinë e përgjithshme nga një banor i qytetit të Durrësit. Nikol Prenga një vit më parë ka depozituar padi ndaj të gjithë krerëve të qeverisë pas viteve 90, përfshirë edhe kryeministrin aktual Edi Rama, për dëmët që janë shkaktuar vendit, që nga shkatërrimi i uzinave, vjedhja e Floririt e deri tek papunësia. Kjo fatkeqësi po vazhdon në kulm pasi shqiptarëve nuk u jepet mundësi punësimi, janë shatruar fabrika, nuk ka qendra pune, e tjera, njerëz po vujnë për copën e bukës, po braktiset dhe Shqipëria, po ende në rrugëve për një copë bukë. Kërkesa e Prengës po hetohet nga prokuroria e përgjithshme, ndërsa deri tani janë zhvilluar 6 seanca gjyqësore, pa praninë e asnjë prej të paditurve. Qena Fatos Nano e deri ke Edi Rama kanë përgjësi për arsye se që kishte e këtyre, zjarri i këtyre, puna e këtyre ka shatruar Shqipërinë, duke shatruar këto pasuri të përgjigjen ndigjesh para drejtësisë. Po shpresojmë në drejtësia shqiptare që këta burra, të cilët u punon shpirti edhe udhëm shpirti për drejtësinë, besoj që ta mbrojnë qeshtën, edhe këta do përkrahin. Ky është rasti i parë që një qytetar padit të gjithë krerët e qeverive postkomuniste, për dëmet që sipas tij janë shkaktuar vendit.